Jasi të shëroni dhimbjet e fytit në kushte shtëpie. Me ndrimin e stinës vjen edhe i ftohti, nga kjo mund të ndodhë që të sëmureni dhe të keni ftohje të fytit. Dhimbja e fytit përkeqësohet kur përpiqeni të gëlltisni ushqime ose lëngje. Edhe nëse një dhimbje fytit nuk është mjaft serioze për një udhëtim tek mjeku, ajo është e dhimbshme dhe mund t'ju ndalojë të bëni gjumin e rehatshëm gjatë natës. Atëherë, për të shëruar dhimbjet e fytit tuaj, filloni ta hani mjalt në mënyrë të rregullt. Të pini çaj kamomili, por edhe të hani ndonjë kokër hudhër. Nëse çdo ditë i përdorni këto ushqime siç është mjalti, hudhra edhe kamomili, do të keni më pak probleme me dhimbjet e fytit dhe do të keni gjithashtu një lehtësim të menjëhershëm. Aplikimi i këtyre ushqimeve në mënyrë të rregullt në menunët tuaj ditore sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në shëndetin tuaj kundër problemeve të ftohjes. Gjithashtu përpiquni të mbroni imunitetin tuaj në mënyrë të rregullt, duke qëndruar edhe më të ngrohtë dhe duke u veshur mirë.